Jemi kthyer në program miq me falenderime për ata që mbështesin programin tonë në mënyrë të vazhdueshme. Faleminderit kompanisë sigurimeve Sigal, faleminderit kompanisë farmaceutike CFO Pharma. Do të vijojmë me të tjera informacione interesante për mirëmbajtjen, për shëndetin, për gjithçka ju duhet për cilësinë e jetës tuaj. Në këtë pjesë të tretë të programit miq, tashmë është bërë e përhershme në studion ton, inxhinierja kimiste Blerina Xhaferaj. Mirë se erdhe Blerin. Faleminderit. Koha e nxehtë, ti vazhdon pritjen e ëmbël, por edhe punët që vijojnë me intensitet pavarësisht të gjithave. Po, nga pak. Sot ftoj miqt që të ndjekin shpjegimet dhe rëndësinë që kanë kremrat të krijuara në mënyrën më të mirë të mundshme bio të doktoresh Blerinës për njollat e errta prej diellit dhe problematikave të ndryshme të lëkurës. Pra për ta mirëmbajtur sa më rregullt lëkurën. Çfarë na këshillon sot? Po. Atëherë me ardhjen e ekuinoksit veror, i cili fillon nga data 20 mars deri në 23 shtator, rrezatimi UVA dhe UVB është më i domshëm, sidomos në Shqipëri, e cila është renditur dhe në vendet me ngrohjen globale, dhe normalisht rrezatimi është i përfshirë më i domshëm pra. Për këtë ne kemi krijuar një set të njollave kafe që bën një trajtim në kushte shtëpie, pra e bën çdo person në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Është një trajtim i cili përbëhet nga 5 element, përbëhet nga argjila verde, pra të gjitha komponimet prodhohen enkas në punishtën Altrechem. Përbëhet nga argjila verde, e cila është kjo këtu. Ajo shërben për një pastrim të thellë? Po. Pra para se të fillojë trajtimi, bëhet hapja e poreve, pastrimi i poreve, sepse shërben për pastrimin e poreve, përgatitet me një lugë kafe, pak pika ujë dhe bëhet një masë homogjene, e cila aplikohet në lëkurë. Pritet 15 minuta, koha e përshtatshme pra për t'u tharë argjila, bëhen një lifting të lëkurës, pra ka dhe vetin antirudh përveç pastrimit, bën hapjen, pastrimin e poreve, sepse tani gjatë verës djersitja nxjerr toksinat në sipërfaqe të lëkurës dhe normalisht ndihmon në pastrim. Shplahet mirë argjila verde dhe më tej, mbasi është shplarë, është tharë mirë lëkura, vazhdohet me sapunin, pra sapuni bën një larje të lëkurës, pra një pastrim zbutje, sepse i ka këto efekte. Çfarë përbërësish ka sapuni, Blerin? Po. Sapuni, siç e kam shprehur dhe në emisionin e kaluar, ka një efekt hidratues, përbëhet nga lëndë drusore, nga e cila ekstraktohet pjesa e KOH-it ose e hidroksidit të kaliumit, është prafinja kjo, nxirret nga lëndrat drusore, pra ekstraktohet dhe ka përbërës pasaj barat esencial të cilët i prodhojmë në punishtën tonë, pra Altrechem. Dhe hapi radhës mbas sapunit? Pas sapunit, këshillohet që sapuni dua ta theksoj pak të, që sapuni gjithmonë sapuni apo larësit nuk duhen vendosur direkt në lëkurë, por bëhet një shkumim paraprak në duar dhe me anë të shkumës gjithmonë lahet lëkura. Dhe mbasi shplahet mirë pastaj lëkura, thahet mirë, vijohet me serumin me vitamin C. Atëherë, serumi vitaminës C është një vitamin e cila ekstraktohet direkt nga agrumet. Pra, ne nuk përdorim vitamin C pluhur, që është sintetike, por e ekstraktojmë direkt nga agrumet, që është vitamina C nga acidi L askorbik. Pra, ky konformacion i vitaminës C. Ka një efekt zbardhues për lëkurën, ndihmon shumë pjesën e melanociteve, që janë qelizat e lëkurës, që prodhojnë melaninën, dhe ka një efekt pastaj antirudh, hidratues, ushqyes për lëkurën. Më andej, vijohet pastaj me setin me kremin e njollave kafe, ku vitamina C në përqëndrime më të larta, sepse
Gjithmonë këshillohet që vitamina C të jetë në përqendrim 1 deri në 3% në lëkurë, jo më shumë, sepse nëse do jetë përqendrimi më i lartë i vitaminës C, krijohet një skuqje e lëkurës, një inflamacion që normalisht nuk bën mirë. Dhe ka një efekt shumë të mirë kundër njollave kafe. Unë e përdor aktualisht sepse hormonet bëjnë të vetën tani gjatë shtatzanis. Njollat. Po, e kam përdorur. Në çdo ardhje tënde na ke shpjeguar duke u nisur edhe për gratë shtatzana, japim këshilla të rëndësishme duke u nisur edhe nga aktualiteti jot, nga shtatzania Po, sepse gjatë shtatzanis e mira është që të shmangen sa më shumë kimikate, të shkojmë drejt fitoterapisë, pra produkteve bimore, të cilat kanë pastaj një përdorim të gjerë në përdorim tek nënat shtatzane në pritje, sepse bimët që ne përdorin janë bimë të përdorimit të përditshëm që nënat gratë shtatzane kanë përdorur dhe domethënë janë në një farë mënyre të testuara, sepse përdoren prej tyre. Një pyetje që me siguri mund t'i lindë edhe shikuesve që na ndjekin. Trajtimet e njollave kaf mund të bëhen edhe gjatë verës, Verina, sepse shpesh dëgjojmë duhet të vi shtatori, duhet të ik vapa. Është vonë, sepse në momentin që duhet bërë një faza mbrojtësa, duhet paraprirë që të kemi një SPF dhe unë këtu do ndalesha tek SPF-ja që Altrekem disponon, duhet bërë patjetër një parandalim, që do thotë të zgjedhim mbrojtësin është shumë e rëndësishme. Mbrojtësit që ne përdorim, pra SPF-t që ne përdorim janë SPF fizik, pra filtra fizik, që do të thotë absorbon vitaminën D, ama bën një pasqyrim të rrezatimit UVA dhe UVB. Sepse filtrat fizik që ne përdorim janë filtrat të tipit oksid zinku dhe oksid titani. Duhet sqaruar që janë dy, është fizik dhe kimik. Pra, kemi dy lloj filtrash, dhe fizik dhe kimik. Po flasim për filtrat fizik. Janë ato të padëmshme. Janë të padëmshme, sepse vërtet kanë efekt ansor që lën atë bardhësi në lëkurë, por ajo ngjyra e bardhë që lë gjurmë në lëkurë, ajo bën pasqyrimin e dritës. Pra, ky është filtri fizik që bën rrezja e dritës, rrezatimi UVA, UVB, vjen në lëkurë, pasqyrohet dhe kthehet mbrapsh. Ndërsa, nëse flasim për një filtr kimik, filtrat kimik, siç është avobenzoni ose oksibenzoni, janë filtra që e emetojnë, pra e absorbojnë rrezatimin UVA dhe UVB. Por në ditët e sotshme është duke u përfolur, domethënë që ka një dyshim, por jo që të jetë vërtetuar shkencërisht, që filtrat kimik janë të dëmshëm për pjesën e lëkurës. Dhe unë e mbështes këtë pjesë, sepse duke parë dhe mekanizmin e veprimit, pra melanocitet janë ato qeliza të cilat bëjnë prodhimin e melaninës. Dhe duke bërë prodhimin e melaninës në qelizë, e mira është të bëhet pasqyrimi dhe jo të shtosh një kimikat. Pra, që absorbon për më tepër një rrezatim të dëmshëm. Kështu që janë përkrahase e filtrave fizik, pasi dhe oksidi i zinkut dhe oksidi i titanit janë dy mikroelement shumë të rëndësishëm për lëkurën. Dihet që zinku është një nga elementet më të rëndësishëm të lëkurës dhe të flokëve. E qartë. Po te moshat domethënë tek moshat më të mëdha. Si ndikon ky trajtim? Po, është përdorur, ne kemi patur shumë raste pozitive, nuk arrim t'i postojmë dot të gjitha, kërkojmë ndjesë për këtë, por kemi shumë raste, shumë feedback pozitiv në rastet e moshave të mëdha që kanë dhënë rezultate shumë të mira. Pra, do bëjmë një rutinë të shpejtë të këtyre produkteve. Po. Si fillojmë me mbrojtjen, si vazhdojmë, ti e fillove me larjen, me vitaminën C në mëngjes. Po. E japim të saktë një rutinë. Po, atëherë rutina ditore duhet të jetë kjo, që në momentin që ne do ekspozohemi në diell, gjithmonë duhet të përdoret patjetër SPF-ja.
Dhe në rastin kur përdoret pastaj dhe make-upi tek vajzat, atëherë SPF-ja duhet të jetë e vendosur poshtë dhe pastaj make-upi vendoset pra në pjesën e sipërme. Nuk duhet përdorur serumi gjatë ditës, sepse duke qenë vajor ndikon pastaj që të emetohen rezatimi UVA, UVB. Pra serumi në rastin e pjesës së verës përdoret gjatë natës. Dhe serumi dhe kremi i njollave kafe. Ndërsa në mëngjes mund përdoret vetëm SPF-ja. Ndërsa pjesa pastaj në dark bëhet komplet trajtimi. Ne kemi bërë dhe pjesën e manualve të përdorimit, pra mënyrën e përdorimit. Altrekem ka lançuar pra manualin e përdorimit për të gjitha kurat, jo vetëm për njollat kafe, për të gjitha kurat do jetë brenda manualit përdorimi. Është shpjegimi atje i detajuar për çdo kur. Edhe në stinën e dimrit, edhe në stinën e verës. Verës, po. Ndërsa pastaj pjesa e argjila verdes përdoret çdo natë. Unë aplikoj vetë sepse është vërtet relaksuese. Për lëkurën bën një lifting, një relax të muskujve të lëkurës që mund kemi patur gjatë ditës, për shembull pjesën e mimikës e relakson shumë. Pastaj vijohet me sapunin dhe mandej me pjesën e serumit dhe me pjesën e kremit të njollave kafe. SPF-n e lëm vetëm për gjatë ditës, për pjesën e verës. Ndërkohë tek gratë shtatzana ju thatë që kjo është një kur që mund të përdoret lehtësisht, qetësisht dhe pa asnjë lloj problemi apo efekti ansor. Po, duhet patjetër që të bëhet faza parandaluese, sepse në qoftë se ne I lëm, siç pyetët dhe juve, bët pyetjet pak përpara, në qoftë se ne presim shtatorin, atëherë është më e vështirë që të bëhet një eliminim I njollave kafe. Pra sa më shumë për çdo smundje është kjo gjë, domethënë që sa më shumë të lihet, aq më shumë do avancojë dhe aq më e vështirë bëhet pastaj trajtimi. Dhe jam kundër trajtimeve me lazer, peeling, sepse kanë dhe ato efektet ansore të tyre. Pra një lëkurë mund mos reagoj mirë, ka pastaj edhe kremra që kanë efekt peeling dhe kundër atyre jam kundër sepse janë kremra kimik. Po jam gjithmonë pro produkteve bimore të përdoren në kohën e duhur. Mund të zgjasë pastaj trajtimi, bëhet më I vështirë dhe është më e vështirë eliminimi pastaj për të pritur një rezultat më të shpejtë. Në trendin për të përdorur produkte të tilla artizanale që kanë patjetër edhe certifikatën e tyre të përdorimit dhe të cilësisë, mendoj që do të kemi sërish këshilla nga Blerina në të ardhmen? Patjetër sepse gjithmonë fitokimia është një shkencë që gjithmonë është në avancim. Është një nga shkencat më të rëndësishme në ditët e sotshme. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk njihet nga shumë mjek të cilët duhet ta këshillojnë pjesën e parë që është pjesa parandaluese, pjesa e fitoterapisë dhe e fitokimisë, pra e produkteve bimore. Unë e përkrah këtë pjesë. Dhe pse jam kimiste, jam në kundërshtim me profesionin, por jam gjithmonë pro fitokimisë. Pra, fitoterapia është ajo shkencë ku bëhet një trajtim me anë të principeve aktive që ekstraktohen nga bima. Bukur, do të kemi sërish interes të vijojmë të dëgjojmë këshillat e tua Blerina, kështu që do të jemi edhe për javë të tjera në program, kështu që do shoqërojmë diellin e nxehtë të verës me këshillat e rëndësishme dhe me kurat mbrojtëse që na servir Blerina. Faleminderit, ju falenderoj shumë. Mira. Miqtë e mi, ky ishte Hipokrati për sot. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Vijoni që ndroni në Top Channel me programacionin ton të larmishëm. Bashkë mirupafshim.